Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zyrtarizohet shkrirja e koalicionit Vlen në parti politike në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami njoftoi ngritjen një kryesie të përbashkët, ndërsa kreu i këtij subjekti të ri pritet të zgjedhet në takimet e ardhshme. Sipas Kasamit, pas këtij takimi të gjitha aktivitetet publike të partive pjesëmarrëse do të jenë në monitorim. Kryesia e koalicionit Vlen nga sot numëron 23 anëtar që brojnë nga 4 subjektet pranë koalicionit: Lidhja Demokratike, Lëvizja Besa, Alternativa dhe Vetvendosja. Kryetari i Lidhjes Demokratike, pjesë e koalicionit Vlen, Izzet Mexhiti, nuk e shikon të nevojshme mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Pas fillimit të procedurave për njësimin e koalicionit një subjekt të vetëm politik, Izzet Mexhiti thotë se shumica parlamentare është e qëndrueshme dhe e sigurt. Zgjedhjet do të ketë dhe ato janë zgjedhjet lokale në tetor, ku qytetarët do të vlerësojnë Vlenin si koncept apo frontin evropian në anën tjetër, deklaroi Izzet Mexhiti nga Lidhja Demokratike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Kuvendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, nuk beson që ndryshimet në Vlen ose ato në qeveri do të ndikojnë në stabilitetin qeverisës dhe bëhet fjalë për zgjedhje lokale të ndryshme nga ato qendrore. Kryeparlamentari Gashi deklaroi se nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh në numrin e deputetëve dhe se shumica është e qëndrueshme. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon zgjedhje të parakohshme parlamentare që do të mbaheshin bashkë me zgjedhjet lokale në tetor. Vendit i duhet stabilitet afatgjat politik që mund të sigurohet vetëm përmes mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale, apelojnë nga opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sipas BDI-s, ky vendim do të krijojë hapësirë pa përballje zgjedhore dhe për disa vjet duke mundësuar elitave politike të hyjnë në procese të thella për shpëtimin e dosjes europiane të vendit dhe për kapjen e mundësisë së fundit për të rikthyer në rrugën europiane së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Koalicioni i qeverisës Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut thotë se BDI ka frikë nga drejtësia, pasi çdo institucion ka shndruar në deg partie. Sipas saj, Vlen është një qeveri për të zbatuar ndryshimin që shqiptarët e kërkuan me zë të lartë dhe nuk mund të ndalet derisa secili shqiptar të ndihet i lirë, i barabartë dhe me dinjitet në vendin e vet. Shumica e qeverisës e thotë se në tetor në zgjedhjet lokale Vlen do t'i fitojë të gjitha komunat shqiptare. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut në opozit, Ziadin Sela, mohon takimet me kryeministrin Ihtre Miskovski. Në rast të një takimi të tillë, Sela thotë se do të bisedojë për çështjet me interes për shqiptarët, fillimisht votimin e ndryshimeve kushtetuese, çështjen e Shqipës, por dhe vendimarrjen në gjykatën kushtetuese me Badenter. Rreth këtyre kreu i Aleancës fton të gjithë faktorin politik shqiptar në vend të bashkohen. Këto qëndrime Sela i bëri të ditur gjatë takimit me gazetarët në përvjetorin e 8-27 prillit, ngjarje së dhunshme në Kuvend, nga e cila i rezultoi me lëndime serioze. Aktualitet. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut u bën thirrje anëtarëve të gjykatës kushtetuese të respektojnë kushtetutën në lidhje me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Përpara seancës përgatitore për ligjin e përdorimit të gjuhëve, Gordana Silenovska-Davkova tha se nuk dëshiron të ushtrojë asnjë ndikim mbi gjykatën kushtetuese në marrjen e vendimeve, por theksoi se gjykatësit duhet të jenë të guximshëm, të mbështeten në kushtetut, ta mbrojnë kushtetutën, të jenë të guximshëm, të mbështeten gjithashtu te Komisioni i Venecias dhe kështu nuk do të gabojnë, deklaroi kreu i shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kryetari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut shpreh shqetësimin se ky institucion është më pak i reformuar në vend që nga shpallja e pavarësisë deri më sot. Në debatin mbi nevojën e ligjit të ri për gjykatën kushtetuese, Darko Konstantinovski nënvizoi se një ligj i ri është më shumë se i domosdoshëm me qëllim që t'i garantohet kësaj gjykate pavarësi më e madhe. Ne nevojitet një shumicë prej 2/3 që na garantojnë pavarësinë dhe të pengojnë ndërhyrje dhe mundësitë për ndikime politike, deklaroi Darko Konstantinovski, kryetari i gjykatës kushtetuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ambasadore Shqipërisë në Shkup është e mendimit se pavarësisht nëse do të ketë reforma për një ligj të ri krejtësisht të ri, është e domosdoshme që gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut të funksionojë në mënyrë të pavarur. Maqedonia e Veriut dhe kushtetuta e saj janë baza për institucionet demokratike në këtë shtet dhe garantuese të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Roli i një gjykate kushtetuese të pavarur dhe që ta mbështesë këtë përmes vendimeve të saj është jashtëzakonisht e rëndësishme për një demokraci të shëndosh, tha Angela Aguilar, ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në debat morën pjesë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Mihaili Rokas dhe ambasadore e Gjermanisë në vend. Janë gati ndryshimet në projekt ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe projekt ligjin për Prokurorinë Publike në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov informoi në një konferencë përshtyp për agjendën e reformave dhe projekt ligjit e përgatitur nga Ministria e Drejtësisë në 10 muajt e fundit. Filkov theksoi se është hartuar projekt ligji për Këshillin Gjyqësor si dhe projekt ligji për Prokurorinë Publike. Sa i përket ligjit për Këshillin Gjyqësor, ai tha se afati i miratimit është në qershor të këtij viti dhe ishte paraqitur për mendim në Komisionin e Venecias.
Ligji sjell disa rrisi siç është rregullimi më i saktë i procedurës për shkarkimin e kryetarit të Këshillit. Vendimi për shkarkimin bëhet me të paktën 8 vota, tha ministri i Drejtësisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Igor Filkov. Deputetët e koalicionit Vlen për herë të dytë propozuan Vedat Salin për anëtar në Këshillin e Prokurorëve Publik. Herën e parë në nëntor të vitit kaluar ajo akuzua nga Fronti Evropian se nuk i plotson kushtet e përvojës së punës. Më 23 dhjetor kuvendi hapi aplikimet për anëtar të Këshillit të Prokurorëve. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut premton se është gati të ndërmarrë të gjitha procedurat parlamentare në lidhje me kryetarin e Komisionit Shtetëror për paradalimin e korrupsionit Tatjana Dimitrovska. Sipas kabinetit të kryeparlamentarit, nëse përmes procedurës gjyqësore konfirmohen konstatimet, atëherë kryetari i Kuvendit do të veprojë pa hezitim dhe do të fillojë procedurën parlamentare përkatëse për shkarkim. Prioriteti kryesor është të mundësohet institucioneve kompetente të përfundojnë punën e tyre pa kurfar presionesh apo ndikimesh, theksohet në kombëtesën e kabinetit të kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Deputetët e shumicës parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut përkrahen qëndrimin e kreut të Kuvendit Afrim Gashi për të mos ngritur procedurë shkarkimi për kryetarin e antikorrupsionit Tatjana Dimitrovska. VMRO DPMNET dhe Vlen kërkon të jepet kohë Dimitrovskës për të dhënë vetë dorëheqje. Normalisht duhet të pritet, nuk mund të shpallin fajtor dikë për cilën ende nuk është gjykuar. Nëse ka dëshmi, atëherë çdo kush duhet të përgjigjet përpara drejtësisë, u shpreh Saranda Imera Stafaj nga koalicioni Vlen. Një ditë më parë nga antikorrupsioni njoftuan se do të respektojnë parimet e integritetit, transparencës dhe qeverisjes së drejtë, se do të vazhdojnë të punojnë në mënyrë të pavarur dhe efikase. Nga atje theksojnë se procedurat për vërtetimin e përgjegjësisë individuale nuk e dëmtojnë përkushtimin institucional dhe kolektiv. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kosi cilëson si të trisht rrugtimin e Maqedonisë së Veriut drejt integrimit. Kosta se do të jetë dështim i madh nëse gjatë mandatit të Komisionit Evropian, Unioni nuk zgjerohet me ndonjëri nga vendet e rajonit. Në disa aspekte rajoni ishte më mirë përpara 20 viteve se sa është sot dhe ka 2 ose 3 tregime shumë të trishta. Njëra prej tyre është se Kosova nuk mund të ecë përpara. Një tregim tjetër i trisht është Maqedonia e Veriut. E dini, nëse do të duhet të prisni me Ukrainën, aq sa ka pritur Maqedonia e Veriut për të filluar negociatat, Ukraina do të fillonte negociatat në vitin 2045. Dhe sigurisht, kështu është edhe Bosnia dhe Hercegovina, tha Marta Kos, komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin. Bashkëraportuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Sibel Arslan dhe Joseph Orell, vlerësuan se Maqedonia e Veriut ka një nevojë urgjente për të reformuar kuadrin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e zyrës së OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njerëzit dhe Komisionit të Venedikut të Këshillit të Evropës. Maqedonia e Veriut është një vend multietnik, multikulturor dhe multikonfeksional dhe mund të shërbejë si model për vende të tjera në promovimin e kulturës dhe mentalitetit të jetesës së bashku. U bëjmë thirrje autoriteteve të vazhdojnë në këtë rrugë dhe të marrin masa të mëtejshme për të respektuar dinjitetin, të drejtat dhe nevojat e të gjitha grupeve etnike, deklaruan Arslan dhe Orelli. Ata vlerësojnë se megjithëse është bërë një farë përparimi në vend në reformën e gjyqësorit, ende ekziston shqetësim për shkak të akuzave të shumta për politizim të gjyqësorit dhe korrupsion të përhapur në të gjithë sektorin publik, si dhe mungesës së masave efektive për të luftuar këto fenomene. Autoritetet bullgare nuk lëshojnë për kushtet. Presidenti Rumen Radev, i pyetur nëse pas takimit me kryetarin e Këshillit të Bashkimit Evropian, Antonio Costa, është i gatshëm për lëshime në lidhje me kërkesat e Maqedonisë, ai kërkoi që Maqedonia të mos justifikohej duke thënë se Bullgaria nuk i zbaton reformat nga sfera e sundimit të së drejtës, ndërsa eurokomisionera bullgare Maria Gabriel theksoi se Brukseli dhe Sofia angazhohen për zgjerim të Unionit por pa afate. Sociale. Maqedonia e Veriut shton shërbimet online për qytetarët. Në portalin kombëtar për shërbime elektronike ofrohet dhe dëshmia penale për personat fizik dhe për personat juridik. Shërbimi i ri për vërtetim digjital të dëshmisë së penalitetit plotëson paketën e shërbimeve më të rëndësishme të digitalizuara për qytetarët, përveç atyre që janë në dispozicion: certifikatet e lindjes, certifikatën e shtetësisë dhe certifikata për pronësinë e automjetit. Ministri i transformimit digjital, Stefan Andonovski, duke njoftuar përgjithësi në konferencën për media, tha se bëhet fjalë për shërbimet më të përdorura nga gjykata themelore, të cilat së bashku me plotësimin e paketës së certifikatave gjyqësore për të cilat qytetarët dhe kompanitë kanë nevojë çdo ditë, përbëjnë paketën e mosdënimit. Një maj pasoi me protesta në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë shënoi një majin. Të parët që kritikuan ishin deputetët të cilët nuk duan të ndryshojnë ligjin për pagën minimale dhe ta bëjnë atë 500 euro në vend të 400 eurove sa është aktualisht. Protesta përfundoi para qeverisë kur kërkua rritje e pagës minimale, respektimi marrëveshjeve kolektive dhe rritje të gjithave pagave me 100 euro, ku kërkua dhe kthimi i kompensimit për ushqim dhe transport, sikurse marrin dhe deputetët.
nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut thonë se nuk keqin dorë nga kërkesat e tyre dhe nëse nuk plotësohen ato do të ketë dhe protesta më masive. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.